Jemi zhvendosur tani në hapësirën e intervistës, kam kënaqësinë kem studio zonjën Nina Zhupa, zëdhënëse e Partisë Demokratike. Faleminderit që jeni në studio. Faleminderit për ftesë. Zonja Zhupa, ju sot keni patur një deklaratë nga selia e Partisë Demokratike ku denonconi atë që ILO në raportin e saj evidenton si problematike, fenomenin pra e dëshirës së të rinjve shqiptar për t'u larguar. Si e gjykoni këtë situatë? Po, është e vërtetë, sot nga selia e partisë ne kemi bërë këtë jo denoncim më shumë se sa vënje në dukje asaj që kishte thënë raporti i Organizatës Ndërkombëtare të Punës ILO. Është më vërtet për të ardhur keq se si Shqipëria arrin të kalojë të gjitha shtetet e tjera të botës, dhe kur flas shtetet e tjera të botës, nuk i limitohem shteteve me të ardhurat të caktuara apo shteteve me një demokraci të caktuar, por të gjitha shteteve që ILO ka marrë në organizata e saj ka marrë në pyetje dhe ka pyetur në pyetësorët e vet, pra 116 shtete, Shqipëria, të rinjt shqiptar nga mosha 15 deri 29 vjeç kanë dalur me dëshirën më të lartë për të t'u larguar nga vendi dhe për të emigruar për arsye punësimi. Sepse pyetja ka qenë e lidhur me punësimin dhe organizata vetë është Organizata Ndërkombëtare e Punës. Pra nuk ka qenë thjesht dëshirë siç mund ta interpretoj kryeministri për të lëvizur, për të parë botën etj. Ka qenë dëshirë për t'ikur për të kërkuar punë, sepse aty sqarohen dhe arsyet pse ka dalë ky rezultat. Nga niveli i lartë i papunësisë në vend, por edhe nga humbja e shpresës dhe besimit që mund të gjejnë një punë të mirë. Përkundrejt propagandës që ka kryeministri Rama sepse punë paska, por mungokan profesionistët apo mungojnë të rinjt janë këtu, të rinjt shkollohen çdo vit dhe dalin nga universitetet ashtu publike dhe private, të rinjt ndjekin profesione ndryshme, por nuk shohin asnjë shpresë në Shqipëri se ku mund të punësohen. Dhe kjo është fakti i thjeshtë se investimet e huaja po largohen nga Shqipëria për shkak të taksave të larta, për shkak të politikave qeveritare jo mikpritëse me investitorët e huaj. Ne kemi parë shfaqje nga më jo të duhura dhe jo mikpritjes të kryeministrit, teksa i thot investitorëve që ju jeni bërë shqiptar, ju nuk keni të drejtë në atë që thoni, ndërkohë që ata flasin me fakte për njerëzit që janë dashur të pushojnë nga puna, dhe se si në raportet të tjera të organizatave ndërkombëtare, po dhe vetë të dhomës gjermane, dhomës amerikane, del që vendi i fundit që ata do të zgjidhin për të investuar është Shqipëria. Nga ana tjetër, bizneset shqiptare po mbyllen, 4.000 biznese janë e 3 mujorit të fundit të dhëna të instatit, pra të një organi qeveritar, dhe nuk mund të themi që këtu po krijohen vende pune. Vetëm vende pune që ne kemi parë këto kohët e fundit janë ato të parcelave të Ashashit, por ky nuk është modeli që kërkon rinia dhe nuk është modeli për zhvillimin e Shqipërisë. Do dalë dhe kjo çështja e parcelave të Ashashit, që është një nga çështjet më kryesore të Partisë Demokratike në denoncimet e saj të përditshme, por ndërkohë do doja të pyesja çfarë mund të bëhet më mirë në mënyrë që të ndryshojë ky fenomen, paktën për Shqipërinë, që është kaq i evidentueshëm. Patjetër, më mirë mund bëhen shumë gjëra në fakt, sepse nuk është bërë asgjë në drejtimin e ecjes më mirë. Fillimisht duhet që shteti dhe qeveria të ul taksat, siç është edhe në programin e Partisë Demokratike, në mënyrë të tillë që biznesit i krijohet një klimë më e përmirësuar për investimet e veta dhe parat mos i shkojnë t'i paguajnë taksa për buxhetin e shtetit që nuk prodhon asgjë, por që i vjedh, por këto shumë të mëdha t'i çojnë për të punësuar dhe për të zgjeruar biznesin e tyre. Nga ana tjetër, dhe arsimi është shumë i domosdoshëm që të fuqizohet në krijimin e atyre që janë dek të veçanta dhe të rëndësishme të ekonomisë shqiptare. Investimet e huaja dhe ka pasur prioritet që në qeverisjen e parë Berisha, por edhe me qeverisjen e ardhshme të Partisë Demokratike, investimet e huaja duhet të jenë të mikpritura dhe me politika lehtësuese për të investuar në Shqipëri. Pra nuk ka pse të shkojnë dhe të zgjedhin Maqedoninë, të zgjedhin Malin e Zi, por mund të zgjedhin shumë mirë Shqipërinë që ka dhe resurse natyrore, por dhe resurse njerëzore për të investuar në një vend që është dhe gjeostrategjikisht i pozicionuar mirë në Ballkan dhe në Europë dhe që mund të ndihmojë edhe investitorët me rrugë qoftë detare, qoftë me rrugë të tjera, në mënyrë të tillë që investitorët të bëjnë kalimin e mallit të tyre shumë kollaj në vendet e tyre pritse. Po ashtu Partia Demokratike beson se të rinjt duhen respektuar dhe duhet ju dhënë atyre drejta për të kërkuar se çfarë duan në këtë vend, pra të kenë mundësi që të shprehen dhe të kenë mundësi që të dëgjohen për atë që kërkojnë.
Për këtë arsye, Forumi Rinor i Partisë Demokratike, kohë pas kohe dhe tani biles në fushatën e fundit, shikon që të evidentohet, por edhe të përgatisit të rinj në ato që janë problematikat e tregut punës, në mënyrë që ata të përgjigjen më mirë tregut punës, por dhe ata të tregojnë dëshira vullnetin e tyre për të marrë. Për të marrë për shembull me politik, nuk mund të themi që është puna ku do punësohet njëri. Politika është një moment i cili do të na bëjë të reflektojmë edhe për politikat e punësimit, edhe për politikat e arsimit, pra marrë me politikë jo si një vend pune nesër sepse u mora me një parti apo me një fushat, por si mënyrë për të zhvilluar kapacitetin tënd dhe për të bërë aktivizëm politik dhe aktivizëm social që nesër të përkthehet ty në të mira, më të mira për veten tënde. E qartë. Atëherë do të rikthejmë tani çështjes së kanabisit. Në fakt edhe gjatë ditës së sotme ka patur një argim tjetër nga Partia Demokratike në lidhje me atë që konsiderohet si kanabizimi i vendit. Janë evidentuar të paktën sipas pretendimeve të Partisë Demokratike se po bëhen objekt i aksioneve të policisë shtetit ato parcela që nuk paguajnë 30% në Araçit, sikurse pretendon PD. Sa qëndrojnë këto pretendime? Unë nuk mund të them sa qëndrojnë apo sa nuk qëndrojnë, por mund të them disa fakte dhe ju pastaj jeni të lirë të gjykoni vetë. Absolutisht unë besoj se ato që ne themi qëndrojnë sepse janë zëri i qytetarët dhe janë të filmuara, janë me fotografi, janë diçka që çdo qytetar sot që lëviz nëpër Shqipëri ka parë të paktën një parcela hashashi me sytë e tij dhe është bërë mod të nxjerrin selfie me parcelat e hashashit. Faktet janë që Ministria e Brendshme vetë nuk mund ta mohojë dhe nuk e mohon dot që Shqipëria është kthyer në një parcelë të madhe hashashi dhe këtë as ata nuk e kanë mohuar dot. Çfarë na bën neve kurioz? Sekretari për Aksionin Qytetar, pamje të tjera sot të zotit Alibea etj. Evidentojnë rrethina të caktuara dhe pjesë të caktuara me kanabis, të cilat ne kemi pasur mundësinë të shkojmë. Por ashtu siç kemi pasur ne mundësinë të shkojmë, ka pasur gazetari investigativ si Artan Hoxha etj. Kanë vajtur nëpër parcela. Dhe nuk ka pasur asnjë reagim të shtetit, qoftë të shkonte aty, qoftë i prishte ato, dhe qoftë të mbante përgjegjësi sepse kemi arritur deri në këtë pjesë. Pra shteti nuk mund të reagojë në momentin e fundit, edhe nëse reagoft, në këtë rast as nuk reagon, por duhet mbajë përgjegjësi sepse ka arritur situata deri këtu ku është sot. Policia nuk mund të luajë rolin e korsit të disa parcelave me një show të caktuar politik. Ti pse nuk shkon në parcelat që ka denoncuar Partia Demokratike? Sepse dhe sot ne dolëm me një parcelë që ishte në Rinas. Pati ju një reagim të policisë shtetit duke thënë që falenderojmë qoftë edhe Partinë Demokratike që na e vurin duke se ne nuk e dinim, përkundrazi, ata nuk reagojnë fare, vazhdojnë disa show të caktuara, qoftë me gazetar, të cilët i marrin për t'i treguar se si po shkatrohet hashashi, ndërkohë që nuk finalizohet aksioni. Pra unë mund kemi pyetje apo e çojnë policët aty thjesht për t'i korrur, apo pastaj i digjni këto parcela, apo pastaj këto parcela hashashi janë një tokë e re për të filluar nga fillimi mbjelljen e hashashit atje. Pra cili është aksioni që të jetë i qëndrueshëm? Pra pse kemi arritur deri këtu? Si do të vazhdojmë gjendjen dhe kush do të jetë që garanton qëndrueshmërinë që ti sot i preve dhe nesër nuk do të mbillen hashash. Ndërkohë që Partia Demokratike ka nxjerrur emra konkret, ka nxjerrur drejtues lart policisë shtetit që kanë qenë të dënuar, që kanë qenë të lidhur me drogën, të cilët janë vënë në krye të policisë. Dhe ne mendojmë që kjo është një mbrojtje shumë e mirë që ata po i bëjnë. Pse themi selektive? Themi selektive sepse nuk po prishen raste të caktuara që janë evidente që janë thënë nga Partia Demokratike, po dhe nga gazetarë të tjerë, por po prisen disa parcela që ne nuk e dimë se të kujt janë. Ato janë shumë mirë që po prishen dhe të prishen të gjitha, por puna është që nuk funksionon hashashizimi si një selektim i 2-3 zonave dhe përthënë që këtu po punohet, por është një aksion që duhet mbajë përgjegjësi policia e shtetit. Sot thanë që pushuan dikë, por ai nuk mund të jetë përgjegjësi për gjithë Shqipërinë. Gjithë Shqipëria është e mbushur me drogë. Pra ti nuk mund të pushosh një shef komisariati që bën shumë mirë që e pushon, nuk i di arsyet fare, por bën shumë mirë që e pushon sepse me siguri që dhe ai ka çeduar përderisa është kudo hashashi, por ti duhet mbash përgjegjësi si ministri i Brendshëm që në këtë vend erdhe me një premtim të madh duke prishur Lazaratin dhe ke lazaritizuar, po them, gjithë Shqipërinë, përveç Lazaratit që mbahet tani në kontroll. Ndërkohë Ministria e Brendshme apo edhe përfaqësues policisë shtetit kanë patur reagime duke thënë se kjo është një bajtosje e vazhdueshme e Partisë Demokratike ndaj punës së policisë shtetit. Po puna e policisë shtetit duhet flasi me fakte, në fakt edhe nuk mund të flasi me deklarata, kundër deklarata politike. Ne çfarëdo lloj gjëje që kemi thënë, e kemi
bazuar në fakte. Kur kemi thënë parcelat me ashash, kemi thënë foto dhe video. Kur kemi thënë për policë caktuar që ose drejtues policisë kemi nxjerrë dënimet e tyre të mëparshme. Kur kemi thënë që Sajmir Tahiri ka transportuar drogë me makinën e tij, ka dalë vetë Sajmir Tahiri dhe ka thënë që po, ajo është makina ime, po unë e kam shitur në zezë. Kur themi që habilat janë kushuritë e Sajmir Tahirit, Sajmir Tahiri nuk e mohon që ato janë kushuritë e vet. Kur ne dolëm dhe thamë që Klement Balili po kërkoi nga DEA amerikane dhe ishte si baroni i Ballkanit për drogën, Escobari i Ballkanit, doli Balili ashtu dhe policia dhe tha që jo nuk dim gjë dhe sot e kemi një nga të aratisurit. Këto janë sukseset e policisë shtetit që po baltos Partia Demokratike, por si këto dhe çështje tjera, çështja e Shullazit, çështja e laboratorit drogës, pra në qoftë se unë ri këtu dhe rendis, kam kohë të rendis të paktën profesorët e ardhshme, gjithë dështimet e policisë shtetit, do ta kuptonin që dorëheqja e Sajmir Tahirit dhe dështimet e policisë shtetit duhet të kishin kuptuar këtu të paktën 2 vjet e gjysmë më parë. Pra, një 6 mujor mund t'ja kishim lënë provë policisë shtetit, por këto 3 vite policia e shtetit ka treguar me nënkrye Sajmir Tahirin që po dështon në mënyrë të suksesshme në garantimin e rendit, sigurisë, vrasjeve për ditë, vjedhjeve të bankave, hashashit. Pra është një mori ngjarjesh që tregon që shteti këtu ligjor nuk funksionon. Por organi akuzës si ka vepruar me denoncimet e Partisë Demokratike? Ka regjistruar çështje? Ka disa çështje në fakt që heton prokuroria, kur them grabitje bankash, kur them hasharsh, janë të gjitha çështje që i ndjek prokuroria. E rëndësishme është edhe me reformën në drejtësi, të shikojmë se si do të marrë finalizim tek ato që janë kokat e rëndësishme të këtij krimi që po i bëhet Shqipërisë. Pra, a do të shkohet deri tek Sajmir Tahiri, a do të shkohet deri tek Ilir Beqi, a do të shkohet deri tek Rama, tek ata që janë mbas kësaj që po i ndodh Shqipërisë sot në gjendjen më të keqe të 25 viteve të fundit. Do të ndryshojë tërësisht temën e bisedës për të ndalur pak tek situata zgjedhore në Dibër. Si e shihni situatën para zgjedhore, pse jo? Fushata në Dibër është një fushatë intensive e Partisë Demokratike. Ka një kandidat i cili është kandidati më i mirë i mundshëm për Bashkinë e Dibrës, është një profesor, është një ekonomist, i cili ka menaxhuar buxhetin e shtetit, kështu që nuk do ta ketë fare të vështirë të menaxhojë buxhetin e Dibrës. Profesor Sheun ata e njohin, sepse ai ka qenë dhe deputet i Dibrës, ndërkohë që ka dhe një program shumë të mirë për Dibrën, ka një program konkret, me probleme po aq konkrete dhe me zgjidhje po aq konkrete. Profesor Sheu nga ana e tij po bën takimet e duhura, i mbështetur nga strukturat e Partisë Demokratike dhe nga strukturat e Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Kjo është për pjesën tonë. Nga ana tjetër, neve këto ditë kemi çuar në prokurori një padi për mënyrën se si po zhvillon fushatën Partia Socialiste dhe se si grupet caktuar kriminale, që nuk e dim deri në çmaz dhe sa i gjerë është, ne kemi dhënë disa emra dhe disa fakte që ne i dim, por grupet caktuar atje po punojnë fort për vjedhjen e votës dhe po punojnë fort që të shantazhojnë qytetarët me vendin e tyre të punës. Qofshin këta mësues, qofshin këta punojës të tatimeve, qofshin këta punojës të OSHE-s e tjerë, të gjithë ku ka shteti zyrat e tij, po punon fort në mënyrë të tillë që ta grabisi votën e Dibranit. Ne kemi denoncuar dhe unë kam denoncuar tenderat pafund që janë dhënë Sadri Abazit dhe gjithë mekanizmin që Sadri Abazi sot me parat e atyre, pra me parat e Dibranëve, mundohet të kthejë dhe të shantazhojë dhe të blejë votën Dibranëve për të vazhduar ai që të marrë tenderat për veten e tij në Bashkinë e Dibrës. Ka marrë pothuajse të gjithë buxhetin e Bashkisë Dibër. Ka marrë nga buxheti i shtetit 12 miliard lek, 1 miliard më shumë se çdo të merrte njëri tjetër nëse do të ndërtonte ato që ai do duhet të ndërtojë për Shqipërinë. Ndërkohë që Sadriu bën fushat në krah të Muharrem Ramës për të zgjedhur Muharremin si kryetar i Bashkisë Dibër për të vazhduar aferat e tjera. Nga ana tjetër kemi Damian Gjiknurin që është bashkuar fushatës, një gjë shumë e çuditshme se si një ministër mund të rrijë gjatë gjithë kohës në Dibër, ndërkohë që paguhet që të punojë si ministër i energjetikës, ai është gjithë kohën në çdo spot, në çdo dalje që bëjnë kaset që dërgon Partia Socialiste, ju mund ta shikoni që më shumë flet Damiani se sa flet
Muharremi është atje ministri që duhet të jetë në krye të detyrës, por është atje me një arsye shumë të fortë, sepse familjet Dibrane janë familje të varfra, cilët ata diku i kanë abuzuar me faturat energjetike, diku i kanë prerë dritat, diku vazhdojnë të abuzojnë. Ne kemi denoncuar një rast konkret se si para fushatës ja bën 0 detyrime dhe është ju nuk keni detyrime, dhe mbas fushatës doli që ju keni detyrime 1.500.000. Dibranët nuk gënjehen më nga Partia Socialiste, ju e patë vetë se si ishte mitingu kur ishte Zoti Rama dhe se si ishte mitingu i Zotit Basha, entuziazmin e të rinjve atje dhe mbushjen e sas atje dhe braktisën totale që i bënden në Zotit Rama dhe pse Rama kishte gjithë enturazhin e vetë politik dhe ata që i detyronte për çën atje. Këto për mua janë sinjalet e duhura që fitoria e Dibrës më pas do të pasohet edhe nga fitoria në gjithë Shqipërinë në zgjedhjet e ardhshme. Okej, po nga ana tjetër ka dhe një qëndrim nga Aleanca për Shqipërinë Europiane, e cila shprehet se kjo është alibi e radhës e Partisë Demokratike për shkak se do të humbë eventualisht zgjedhjet në Dibër. Si shikoni këtë reagim? Alibia nuk është alibi të thuash që Damian Gjiknuri është atje, sepse ai është atje dhe ka lënë gjithë punët për të qenë atje. Nuk është alibi të thuash që faturat janë ndryshuar para dhe pas fushate, sepse i kemi treguar me fakte. Nuk është alibi të thuash që Sadriu ka marrë gjithë buxhetin e Dibrës për të ndërtuar asgjë, sepse s'ka ndërtuar akoma asgjë, por ka filluar ta marrë dhe ka marrë 12 miliard lekë. Nuk është alibi të thuash që drejtori i drejtorisë arsimore ka kërcënuar mësuesit me vendin e punës, sepse ka ndodhur dhe janë fakte. Të gjitha ato që thot Partia Demokratike, Arben Dokën, e keni parë juve dhe kam parë kushto që ishte në Dibër duke pirë kafe me shefin e krimit duke marrë me fushatën e Partisë Socialiste. Të gjithë e dinë se kush janë precedente dhe me çfarë ka profesionalizmi ka në fushatë Arben Doka. Pra faktet që ka dhënë Partia Demokratike nuk janë më tha dikush apo mendoj se do të ndodhi. Janë gjëra reale, konkrete që shqetësojnë çdo dibran dhe që shqetësojnë edhe neve, sepse ne aty jemi të sigurt që e kemi fitoren, sepse kemi thash kandidatin më të mirë, kemi program më të mirë dhe kemi nga ana tjetër një alternativë pa alternativë, sepse Rama kishte një vit që mund ta kishte qeverisur Dibrën, por zgjodhi atë që zgjodhi dhe këtë tjetrin që ka zgjedhur që unë nuk e di dhe nuk kam asnjë lloj garancie që Rama nuk do të jetë si Rama apo si shukrit e tjerë. Unë besoj që dibranët e dinë shumë mirë se këtë duhet zgjedhin dhe të thuash që kjo është alibi do të thotë mos e shikosh realitetin, sepse ata realitetin e shikojnë në takimet që po bëjnë dhe në paratë shumëta që po hedhin dhe po përbuzen nga dibranët për treguar që ata qëndrojnë fort tek vlerat e tyre dhe qëndrojnë fort te ajo që një herë ti mund të ma hedhesh, por herën e dytë unë nuk të lejoj që të ma hedhesh. Pyetja fundit, sepse jemi sekondat e fundit, për Ritës Vërtetës, e bëj shpesh këtë pyetje. A është ky një test për koalicionin opozitar? Këto zgjedhje, do të jenë një test rezultati i tyre? Çdo zgjedhje është një test për të kuptuar më shumë për veten, për të kuptuar më shumë për organizimin e zgjedhjeve. Kjo do të jetë një test shumë i madh edhe në mënyrën se si organizohen zgjedhjet në Shqipëri, sepse ne do të shikojmë që këto zgjedhje organizohen nga Rama dhe do të shikojmë se si do shkojë pjesa e procedurave dhe si do shkojë pjesa e rregullave. Ne po bëjmë maksimumin që të monitorojmë e qoftë edhe atë ditën e zgjedhjeve, por qoftë edhe paraprakisht që mos kemi vjedhjen e votës, mos kemi shantazhin, mos kemi krimin të përfshirë në fushatë. Megjithatë, absolutisht unë besoj që test është, sepse duhen parë të gjitha komponentët se si shkon fushata dhe ne mund të përmirësohemi në bërjen e fushatës, por mbi të gjitha duhet përmirësohen standardet që Shqipëria të vazhdojë rrugën drejt Bashkimit Evropian. E qartë. Dhe Zhuba, unë ju falenderoj shumë në fund kësaj bisede. Faleminderit shumë juve.